Përshëndetje të dashur miq. Mirë se erdhët në episodin tjetër të podcastit ton Flasim si fëmijë. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me dy të rinj shumë të veçantë, motra e vëlla, që kanë gjetur veten në muzikë. Njëra pak ditë më parë bëri koncertin e saj të parë të madh në Lezhë, dhe tjetra është vëlla i madh me më shumë përvojë në muzikë. Po flas për Klevisa dhe Birken Carën. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Birkena, mund të na tregosh diçka për veten tënde? Unë quhem Birken Cara dhe jam 20 vjeç, studioj në Universitetin e Arteve për piano jazz në Tiranë dhe jam muzikant. Unë jam Klevisa Cara, jam 15 vjeçe dhe studioj në gjimnazin Hydajet Lezhë. Klevisa, po vazhdoj me ty. Pak ditë më parë ishe në qendër të skenës, me sallën plot dhe gjithë shokët dhe të afërmit e tu aty. Si ishte kjo ndjesi për ty? Ishte një emocion shumë i veçantë, shumë i bukur, sidomos kur gjithë salla ishte aty për tu mu, edhe shokët e shoqet gjithashtu, edhe i falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Cili ishte momenti që do të mbetet përgjithmonë kujtes nga ai koncert? Që ishim gjithë bashkë, gjithë instrumentistat bashkë edhe kalum shumë bukur gjatë gjithë provave, edhe që sigurisht që isha bashkë me vllajën tim. Thonë se kur një koncert është i bukur, njerëzit nuk rrinë dot ulur ose pa duar trokitje dhe gjithçka domethënë është një atmosferë entuziaste. A ndjeve ti këtë në koncertin tënd? Po e ndjeva, aq të emocionuar ishim sa edhe vetë instrumentistët ishin duke kthyer aty me mua. Ti ke një zë shumë të bukur dhe të veçantë. Kur e ke kuptuar për herë të parë pasionin tënd për muzikën dhe dëshirën që të këndosh? Atëherë unë kam qenë 5 vjeçe duke ndjekur një koncert të vllajt tim, edhe po këndoja aty me timen, po mbrapa me ishte një profesor që po më dëgjonte, edhe ai më mori në një studio të vetën duke më shkruar një këngë, edhe pastaj aty e kuptova që unë kam zë. Çfarë këngësh preferon më shumë të këndosh? Ato që janë të qeta të ndjeshme apo ato më ritmike? Me thënë drejtë ato ritmike sepse shkojnë më shumë me karakterin tim, edhe më pëlqen më shumë ritmi se sa ato baladat. A ke një këngëtar ose këngëtare që merr si shembull? Atëherë unë kam shumë këngëtarë dhe këngëtar që i dëgjoj, po më shumë kam pas inspirim vllajën tim, si gjithmonë. Kjo është një gjë shumë e bukur të kesh inspirim vllajën e madh. Ti Klevisa tani je në gjimnaz, si e balancon ose a është e vështirë ta kombinosh shkollën me muzikën? Me thënë drejtën, është pak e vështirë se edhe shkolla dhe muzika në njëjtën kohë, nuk është se kam edhe shumë kohë në jetën e përditshme, po edhe duhet ta gjej, sepse muzika është një pasion dhe mësimet janë një diçka që është e detyrueshme për mua. Do ta ndjekësh si pasion muzikën edhe në të ardhmen? Besoj se po, sepse kam shumë dëshirë që të vazhdoj si këngëtare kur të rritem edhe pa. Për suksese, që të kesh një karrierë sa më të mirë. Tani do të ndalim pak te ti Birken. Ti je vëlla i madh dhe si themi ke kaluar një rrugë gjatë me muzikën. Mund të na tregosh pak se ka qenë fillimi yt me muzikën? Kur e ke marrë për herë të parë një instrument në dorë? Atëherë, unë për herë të parë ka qenë gjyshja që e ka dalluar se unë kam vesh për muzikën. Ajo direkt, pa unë burkohë, më ka çu tek Qendra Kulturore e Fëmijëve, ku një zysh piane ja marrë me mu, Angelina Koqellari, që e përshëndes shumë. Më ka mësuar pianën, aty fillova pianon dhe fillova dhe të këndoja, njëkohësisht. Ti Birken ke qenë edhe në zonën e shkollës artistike Prenjakova në Shkodër. Si ka e kujton këtë periudhë? Shkolla Prenjakova ka qenë koha më e bukur që unë kam kalu. Aty kam njohur shoqërinë time, kam njohur profesor që më kanë ndihmuar shumë në muzikë, dhe aty mora emrin si muzikant tamam, edhe mora profilin si muzikant. Kur ishe në shkollë, a kishe një mësues gallat ose gazmar, pra që bënte të qeshnin? Tek shkolla Prenjakova, unë kam mbaruar për kanto 3 vitet e liceut artistik Prenjakova, dhe aty kam pasur mësues kanteje, profesor Luk Mllugjen, që e përshëndes shumë. Ai ka qenë mësuesi më gallat në tanë shkollën. Ishte një karakter shumë të bukur, u lidhte me gjithë nxënësit, edhe klasa e tij u bënte si gjithë ajo salla e mbledhjeve, por gjithë nxënësit u mbledhshin aty. Edhe nuk mbaroshin gallatat e tij, nuk mbaroshin shakat e tij, për çdo fjalë që ne nxirrshim nga goja, ai do ta thonte nga një shaka, do ta thote nga një gallat, nga një barcalet.
Ti Klevisa sapo mbarove klasën e 9. A ke kujtime të bukura nga pra shkolla 9 vjeçare? Të drejtën kam shumë kujtime të bukura nga shkolla 9 vjeçare, sidomos me shoqërinë që shumica atyre kanë ikur dhe jashtë lezre dhe nuk është si shoh shumë shpesh. Po gjithmonë ka për të ngel, sidomos klasat 8 dhe 9 kam ngel në kujtimet e mia më të bukura. Si ishte periudha e minimaturës për ty? Periudha minimaturës ishte pak e stresueshme, sepse ishim kështu si do veshemi, si do bëjmë këtë, si do bëjmë atë. Po ja kalum shumë bukur të them drejtën, edhe pse u mërzitëm sepse ishte nata e fundit që gjithë ne do ishim gjithë bashkë. Po provimet e lirimit, a ishin të vështira? Provimet e lirimit nuk është si ishin dhe aq vështira, për shembull matematikë ishte pak i vështirë, i gjuhës deri diku, ndërsa inglishtes ne gjithë e dim anglishten, kështu që ishte super i lehtë. Po ti Birken? Unë provimet e lirimit në klasë 9 nuk është si kam ba se na kapi periudha Covidit edhe një gja e mirë që kapi në atë kohë ishte që ne netëm në shtëpi dhe nuk bam atë provimet. As ke qenë me fat. Duhet qenë se ti ke bërë pra shkollën e mesme në Shkodër. Si ishte diferenca mes Lezhës dhe Shkodrës për sa i përket jetës artistike? Atëherë, duke pa se kur o hap dega muzikës këto në Lezhë, për shkollën po flas, kishte një ndryshim shumë të madh, një ndryshim drastik. Unë e du shumë Lezhën edhe nuk ja hek asnjë gjë që më ka ndihmu për me arrit këtu ku jam, por Shkodra më ka ndihmu shumë për me kënë këtu ku jam, për këtë muzikan që jam. Në shkollë mësuesit ishin më të përkushtuar, edhe ishin edhe më të ditur sepse eksperienca flet vetë, pavarësisht edhe se Shkodra është djepi kulturës, aty unë kam ndjekur shumë koncerte ku edhe kam marrë pjesë, ku edhe kam drejtu. Kështu që Shkodra ka kenë një hap shumë i madh për jetën artistike time. Po transferimi në Tiranë dhe qenë në një nga institucionet arsimore si Universiteti i Arteve, si ka ndikuar në rrugtimin tënd artistik? Rrugtimi nga Liceu Artistik Prengjakova tek Universiteti i Arteve në Tiranë ka kenë rrugtim shumë i vështirë edhe me stres, sepse zgjedhja se çfarë do bësh aty ishte shumë e vështirë. Edhe kalimi nga një botë kuptim tjetër në Shkodër edhe në Tiranë ishte shumë e vështirë për mua, sepse tjetër botë kuptim kishin në Shkodër, tjetër botë kuptim kishin në Tiranë, edhe pak përshtatje do ishte shumë e vështirë për mua, por si tip karizmatiku që jam edhe si tip që përshtatem shumë, ja arrita për mu përshtat me njerëzit shumë shpejt. Ti Birken, rrugtimin tënd artistik e nisi në Lezhë, vazhdove në Shkodër, tani je në Tiranë. Po në hapin tjetër, ku është vete, në skala të Milanos apo në Metropolitan të New Yorkut? Atëherë, skala Milanos edhe Metropolitani New Yorkut janë disa nga skenat më të famshme në botë edhe që mund të jetë një hap shumë i madh për muzikantin, si puna ime, që mund të marr një hap tjetër të madh, por unë e shoh veten më shumë të në Shqipëri. Ti mund thush edhe si mund të lesh gjitha ato skenat mëdha dhe të zgjedhësh Shqipërinë para New Yorkut edhe para Milanos, por zemra ime rreth këtu, edhe zemra ime do qëndroj gjithmonë këtu, edhe si muzikant du që t'jem gjithmonë këtu. Në koncertin që bëri Klevisa, ti nuk ishe vetëm një muzikant, por edhe një udhëheqës. A e ndjeve veten pak si një mentor ose një profesor? E kam marrë shumë këtë pyetje, po e thënë drejtën, jam mundu që mos me kenë si mësues, po me kenë si shok me ta edhe si bashkëpunues me ta. Edhe kur basha një qërtim ose kur thoja e ke gabim këtu, ose do e bash pak më ndryshe, sepse
bot kuptimi im një ashtu ishte, u mundosha që gjithmonë mos të kishim hatërmetje me disë njëri tjetrit, edhe mos të isha unë si për tyre, për të isha bashkë me ta. Cili është instrumenti yt i preferuar, ai që e ndjen më shumë pjesën tënde? Me atë që kam nisë edhe me atë do mbaroj është pianoja. Ti ke luajtur shpesh edhe me grupe muzikore këtu në Lezhë. Sa të kanë ndihmuar kjo experience? Atëherë në moshën 14 vjeçare kemi hapur një grup rocku që është quajtur Lisus Band me shokët e mi që kanë qenë Abaz Rustja, Atilja Toska dhe Vjelen Qemalja. Kemi luajtur goxha, kanë rock të vjetra që njihen edhe sot. Kemi luajtur Scorpions, kemi luajtur edhe Smoke on the Water, çdo lloj rocku, çdo lloj zhanri. Ajo më ka ndihmuar shumë si tastierist, por edhe si këngëtar. Ju të dy nuk keni vetëm këtë rrugtim, keni edhe një vëlla më të vogël dhe prindër që ju mbështesin shumë. A mund të na tregoni pak për vëllain e vogël? Ai ka provuar edhe ai muzikën? Vllai në klasë 6 ka marrë instrumentin e kitarës, edhe aty filloi duke mësuar për muzikën, por sikur muzika nuk ishte për të siç ishte për motrën edhe për mua. Ai në fakt ai ka shumë qef makinat edhe ka qef që të bëhet mekanik, ose më saktë elektrout. Edhe shpresoj ta ndjek siç kena ndjek në muzikën, ta ndjek edhe ai atë gjë që e bën lumtur. Ju uroj sukses edhe vllajt tuaj. Klevisa, a ndonte një herë që në shtëpi të bëni mini koncerte të dy bashkë? Po ka, do të thënë e bëjmë shumë shpesh me njëri tjetrin mini koncerte, më lart se dje bëm një mini koncert që kënum disa këngë rock, jazz e kështu, po në shumicën e rasteve nuk është se bim shumë dakord se kemi shumë shije ndryshme në muzikë, po mundohemi. A sa të rëndësishëm ishin prindërit tuaj për arritjen e suksesit të koncertit që bëhet së fundmi? Prindërit ishin një ndihmë shumë e madhe, pavarësisht provave, pavarësisht instrumentistave që kishim aty, pavarësisht edhe këngëtarëve që na mbështeten, pavarësisht edhe bashkisë që na ndihmoi edhe Pallatit Kulturës. Prindërit ishin ndihma më e madhe për mendimin tim, sepse ato ishin gjithmonë si për nesh, duke na mësuar se si të bëjmë këtë gjë, si të bëjmë atë gjë, edhe duke na kujtuar se çfarë po mungon në koncertin ton. A mendoni që të bëret muzikë nëpër klabe dhe evenimente të tjera dhe të bëret njerëzit që të kërcejnë është muzikë e keqe? Përderisa unë i bëra njerëzit të kërcejnë në Pallatin e Kulturës, pse jo edhe në evenimente të tjera? Unë do ta zhvilloj pak më shumë këtë përgjigje. Atëherë nuk quhet muzikë e keqe nëse ti bën njerëzit që të kthejnë. Atëherë repertori që ti zgjedh, atëherë dallon nga muzikantat. Nëse ti i bën të kthejnë njerëzit me muzikë të mirëfillt, me muzikë festivalesh, me muzikë koncertesh, atëherë ti ja ke arrit qëllimit. Ne kemi pasur në koncert muzikë nga më të ndryshmet, muzikë festivalesh, edhe balada, edhe rock balada, por kemi pasur edhe funk në vetvete, kemi pasur edhe Proud Mary, siç e tha motra, me atë këngë rock, me atë këngë twist, ne i bëjmë njerëzit që të kthejnë. Nëse ne do na u kërkote kjo në për klub ose në evenimentet e tjera, ne do zgjedhim këtë repertor që ne bëjmë njerëzit që të kthejnë. Nëse ne zgjedhim një repertor që çalon nga ana muzikore edhe çalon nga ana e këngëtarit ose muzikantit, atëherë nuk quhet muzikë e mirë, për mendimin tim. Pastaj nëse ne do na ftonin në për klube dhe në për evenimente, unë do isha më së i kënaqur që njerëzit t'i bëja të kthenin me muzikën që ne këndojmë. Koncerti besoj u bë i mundur për fal edhe dashurisë dhe përkushtimit të prindërve dhe miqve. Si ju bën të ndjeni kjo gjë? Na bën të ndjehemi shumë mirë dhe që kemi njerëz që na suportojnë, sepse siç e thosha më parë, ishte një koncert shumë i madh dhe shumë punë dhe shumë stres.
sepse ishte një koncert recital dhe do dilte gjithçka në mënyrë perfekte. Po vetëm provat dhe vetëm instrumentistat nuk është se e bëshin të mujtën këtë gjë. Ishte edhe ngrohtësia e prindërve, e shoqërisë dhe gjithë atyre që mbushen sallën atë natë. Birken, është hera e parë që është motrën tënde në skenë? Jo, nuk është hera e parë. Kam pas edhe 3 koncerte si puna kësajt, por nuk ka kenë recitali motrës. Aty kam marrë pjesë si koncert maestro, edhe kam drejtu gjithë orkestrën, si që drejtova këtu tek recitali, ku aty kam marrë pjesë edhe motra, ka kënduar 2 këngë, te koncerti që ka qenë edhe këtu në Lezhë, ka kënduar po ashtu Djaloshi dhe Shiu që ishte edhe në koncertin recital të saj. E kemi trajtu ndryshe nga origjinali, e kemi trajtu me instrumenta ndryshëm, edhe me ritëm pak më ndryshe se që ka trajtuar Paqezela. Klevisa, ke marrë pjesë në konkurse ose në evenimente të tjera? Po mora pjesë në X Factor, ku ishte eksperienca më e bukur që kam kaluar, edhe ishte inspirimi më i madh për të bërë këtë koncert që sapo bëra. Dhe një ndër këngët që këndoa në X Factor ishte po ashtu në recitalin tim, që ishte Proud Mary. Po ti, Birken? Unë kam marrë pjesë te kënga magjike, aty mora pjesë me këngën time, që kompozova vetë, tekstin, muzikën, gjithçka, e orkestruar nga Roland Guli në Shkodër. Ajo këngë ishte këngë dashurie, edhe titulli këngës është Diçka që vlen sa për gjithçka. Aty njerëzit patën këndvështrime të ndryshme të këngës time, sepse kisha sjellur një rrymë të vjetër që është swingu, por e kisha sjellur në një mënyrë më rinore, duke ikur pak rrymës swing. Aty nuk është se mora të gjitha jeshilet, por fitova zemrën e publikut, edhe aty u kënaqa më shumë sepse ai ishte synimi im, jo synimi i jurisë. Birken, përveç pianos, a din ndonjë instrument tjetër? Po, di edhe 2 instrumenta të tjerë që është trompa edhe kitara. Trompën e fillova në klasë 6, ku hap dega muzikës në shkollën Beslidhja. Unë isha brezi 2, aty studiova me profesor Sajmir Dukun, studiova 3 vjet tromp. Pastaj në Shkodër shifsha një shoqe timen që është Luciana Preqi. Ajo mësoi 2 akorde tek kitara dhe pastaj fillova duke mësu vetë kitarën sepse më tërhoqi shumë si instrument edhe tani di 3 instrumenta. Ti, Klevisa, di ti biesh ndonjë instrumente? Po unë di t'i bi pianos edhe frizharmonikës. Pianon e kam studiuar që në parashkollor, deri tani që tani e studioj edhe me vllajin tim. Ndërsa frizharmonikën ka tani diku te 3 vjet që e studioj, po më shumë jam tek piano. A është pritur mirë nga publiku banda e rockut Listus Band? Është pritur mirë për sa zgjati. Ajo nuk zgjati shumë si band, por ne munduam të ndiqnim hapat e djemve të detit. Emri pastaj erdhi si ide e një djalit grupit që është Abazi, Abi, shoku im i ngushtë, nga emri i qytetit i vjetër i Lisus, edhe banda që kishim ne dhe doli Listus Band. Një ide tjetër ishte edhe djemtë e detit të rinj, po sikur merrshim emrin e bandës Trogut famshëm djemtë e detit dhe ne nuk ishim të denj ende për me marrë atë emër. Kur keni pasur koncerte jashtë Lezhë, a keni pasur sponsor apo keni shku vetë, domethënë me parat tuaja dhe gjitha domethënë vetë? Sponsorat nuk është se kanë kënd shumët, por gjithmonë kemi pasur njerëz që na kanë ndihmuar, si familja, shoqëria, edhe njerëz që e duan artin, por
Sponsorët kanë kënë të pakt. Klevisa, nëse do ta përshkruaje ndihmën që të dhanë prindrit me një fjalë, cila do ishte ajo? Me një fjalë do ta përshkruaja dashuri, sepse ata ishin aty për mua, sepse në ditët e fundit kur unë isha pak ditë para koncertit mu hiku zëri, edhe aty më nejti afër gjyshja, duke më dhënë gjëra për të pirë, edhe papi normalisht, po edhe mami, kështu që dashuri. Unë tani do doja t'ju njihja pak më shumë si fëmijë që edhe titulli podcastit është kështu. Pra për te muzikës, do t'ju bëj disa pyetje më të lehta dhe ndoshta pak më gazmore. Si është të kesh vëllezër motra? A grindeni shpesh apo gjeni mënyra për t'u argëtuar gjithë bashkë? Po vazhdoj unë si jam më i madhi. Atëherë me njëri tjetrin nuk është se jemi gjithmonë mirë kuptim, sepse kemi karakteret ndryshme edhe të tre jemi të ndryshëm me njëri tjetrin. Por gjithmonë gjejmë mënyrën për ma argëtu njëri tjetrin, gjejmë lojra të ndryshme që mund të argëtojmë njëri tjetrin, edhe muzika gjithashtu na ka ndryshuar bot kuptimin. Klevisa, kush nga ju është më i qeshur dhe kush është më serioz? Me i qeshur është vllai i vogël Bekimi, ndërsa më serioz kemi Brikenin që për seriozitet nuk ja kalon askush. Briken, po kush është më i rregullt me gjërat e veta, më pak i rrëmueshëm? Atëherë, unë jam më i rrëmueshmi. Unë jam më i rrëmueshmi në shtëpi. Krevatin nuk ka se baj Kur jam shumë i nguçëm në çdo gjë edhe zakonisht i harroj shumë gjëra. Jam tip që harroj shumë, domethënë çelësat e shtëpisë mund t'i kem hup mbi 7 herë. Por ajo që është më e rregullt është motra. Ndoshta sepse është edhe më e vogël, ndoshta është edhe më e rregullt. Sepse edhe unë kur kam qenë pak më i vogël, kam qenë edhe pak më i rregullt, po shpresoj që t'jetë e rregullt edhe kur të bëhet edhe më e madhe. Kush është më i zhurmshëm në shtëpinë tuaj? Me zhurmë që kemi Bekimin që është më i lëvizshëm se unë e Bikini dhe gjithashtu më pozitiv dhe më energjik, që nuk ja kalon askush për energjinë që ka. Brikena, keni ndonjë këngë që e këndoni gjithmonë bashkë, edhe kur nuk jeni në skenë? Këtu qalojmë pak sepse unë edhe motra nuk është se kemi shijet përbashkëta, por gjithmonë kur ulemi për me pasi qa po bëjmë me muzikën, çfarë repertori po shtojmë, e gjejmë një këngë që mundena me e knu, por një këngë specifike nuk është se kemi. Klevisa, të pëlqejnë kafshët? Po mua më pëlqejnë kafshët, më shumë pëlqejnë macet. Drejtën se qenjt janë pak më zhgjuarshëm. Dakor, jam se do mbaj një masë. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Filloj me ty, Briken. Ushqimi i preferuar është pasticja, që e bën gjyshja, e bën shumë mirë edhe nuk mund t'i rezistoj. Po jote? Unë kam shumë ushqimet preferuara, po më shumë pëlqen lasagna, them drejtën. Se kemi edhe një kushërin tonë që e bën shumë mirë si ushqim, kështu që lasagna. Klevisa, të pëlqen më shumë vera apo dimri dhe pse? Mua më pëlqen më shumë dimri, sepse mblidhemi gjithë bashkë, sepse janë festat, edhe pse janë pushimet nga shkolla, që është pjesa më e bukur e gjithë dimri. Po të Briken? Vera nuk është se më pëlqen shumë sepse janë edhe pushimet edhe unë nuk kam qef me kënë shumë pushim. Kam qef me kënë ma aktiv, sidomos me muzikën. Besoj e tregova dhe me koncertin e motrës, kisha qef shumë me kënë aktiv edhe me mëzirë nga jo guaska që isha në verë edhe isha shtrit edhe nuk bësha si gjanë lidhe me muzikën. Çfarë hobi keni tjetër përveç muzikës? Unë ndjek shumë futbollin, ndjek shumë. Atë nuk është se jam i mirë shumë futboll për me luajt, por me ndjek jam shumë i zjarr, domethënë jam tifoz i Barcelonës, edhe tifoz i Kombëtarës. Por luaj volejboll
jam shumë i mirë në voleibol. Kam qenë në klasë 7, lusha shumë voleibol dhe edhe tani kam shumë reflekse, sidomos kur rrim brapa dhe pres topa. O ti Klevisa? Të thënë drejtë mu pëlqen më shumë piktura, sepse më pëlqen pejsazhet, edhe sidomos piktura i bardhëzi, po nuk është se merrem shumë me të se s'kam kohë se merrem me muzikë më shumë. A ke një ditë tipike që kalon në shkollë, pra një mënyrë se si organizon gjithë ditën? Them drejtë nuk është se organizoj ditën, vetëm si që shkoj dita, se jam tip që organizoj ditën, si brikeni për shembull. Kur thoni ti briken, kur thua tash miqtë tu që je muzikant, si reagojnë ata? Pyetje pak e vështirë. Shoqënia nuk është se ka një mendim ndryshe për mua, por normale bot kuptimi im është më ndryshe se ata. Sepse unë kur ulem tavolinë, po hap diçka për muzikën, do rrim 2-3 orë aty vetëm të fol për një temë. Edhe ndoshta mund të më shohin me një sy tjetër, mund të më shohin çfarë të thonë ky, se zgjatem edhe më shumë me ata shok që ndoshta nuk kanë fare lidhje me muzikën. Po ti Klevisa, merr të njëjtat reagime se i brikeni apo ke raste të ndryshme? Them drejtën shumica shoqërisë time janë gjithë muzikanta, kështu që kur flasim për muzikën që e bëjmë shumicën e kohës, nuk është se kam ndonjë reagim, kush e di se çfarë. Nëse do kishe mundësinë të performoje kudo në botë, ku dush ti, domethënë në gjithë botën, ku do të shkoje? Pyetje pak e vështirë, po më thënë drejtën në Amerikë, sepse është vendi i ëndrave ku kam qejf me shku dhe me performu, po me thënë drejtën edhe Shqipëri nuk e ndroj se kam qejf që edhe artistat këtu në Shqipëri të njihen, siç dua edhe unë që të njihem këtu në Shqipëri, po në Amerika. I briken? Unë jam më dëtar se motra, unë nuk është se e kam menu me performu kun tjetër, përveç se Shqipërinë e kam zemër, edhe këtu du me performu. Por me më pas pyet një moshë më të hershme, 14 vjeç, unë do kisha thënë Amerikën, sepse kam pas ëndër ku shifsha filma musical, high school musical, edhe kisha qef shumë që të merrsha pjesë në një film ku edhe mund të kënosha. Klevisa, cila është ëndra jote më e madhe për të ardhmen? Që të jem inspirimi i gjithë fëmijëve në përballë, që të bëhem një këngëtar shumë e dashur për publikun, edhe që të ndihmoj artista që, domethënë, shumica nuk është se ju japin dorën për të ndihmuar. I briken? Unë du që gjithë më njohin për karakterin tim muzikë. Do thënë mos t'jem duke kopju dikën tjetër, por të kem atë karizmën time, muzika dhe kur dikush të dëgjoj një melodi timen, thoj, po, kjo është melodi e brikenit, edhe mos thoj, kjo është një melodi e tjetër kujt. Të kem atë karakterin të muzikë. A ke një mesazh tani për të mbyllur podcastin për artistët e tjerë që janë në rritje? Sa kanë vështrime të ndryshme të keni nga të tjerët, nëse ajo është diçka që ti don me ba, dhe ti don t'i arrish, puno fort edhe ti do ta kesh. Mesazhi im është që gjithmonë ndiqni ëndrrën tuaj dhe mos u dorëzoni asnjëherë. Faleminderit shumë Klevisa dhe Briken që ishte sot pjesë e Flasim si fëmijë. Ju përgëzoj për talentin dhe pasionin tuaj dhe ju uroj që dashuria për muzikën t'ju çojë shumë larg. Shumë faleminderit për ftesën. Një përshëndetje ngrohtë dhe për ata që po na ndjekin dhe që ndjekin ëndrat e tyre dhe podcastin tonë mund ta ndiqni çdo të mërkurë në orën 6 në Acrolis TV si dhe në Instagram. Shihemi në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.